Butriti po shndrohet gjithnjë e më shumë në një nga destinacionet më të preferuara të fundjavës për pushuesit vendas dhe të huaj. Në këtë cep të jugut, ku historia antike takon bukurinë natyrore dhe qetësinë e rrallë, çdo vizitë kthehet në një përjetim të veçantë. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhia bëri të ditur se gjatë fundjavës së fundit prurjet e vizitorëve i arritur ndjeshëm. Familje, grupe të rinj, turistë nga vende të ndryshme të botës, por të shumë shqiptarë që kërkojnë largimin nga zhurma dhe rutina e përditshme, ka zgjedhur Butrinti si vend strehimi ideal për disa ditë shlodhëse. Ajo që i tërheq më shumë pushuesit është kombinimi unik i vlerave arkeologjike me natyrën e paprekur që e rrethon. Parku kombëtar i Butrintit ofron jo vetëm mundësi për të eksploruar rrënojat e lashta, por dhe për të shëtitur në shtigje të qeta mes gjelbërimit dhe pasqyrës së liçenit që reflekton hijet e mureve mijëra vjeçare. Shumë prej vizitorëve zgjedhin të qëndrojnë për më shumë se një ditë, duke u akomoduar në struktura mikpritëse të zonës së Ksamilit ose Sarandës, vetëm pak kilometra larg. Ndërkohë, operatorët turistik raportojnë një rritje të ndjeshme të kërkesa për ture të organizuara drejt Butrintit, sidomos gjatë fundjavave. Përveç pjesës historike, gjithnjë e më shumë pushues po zbuloj mundësi për eksplorim natyror në zonën përreth. Qetësia, ajri i pastër bën që Butrinti të mos jetë thjesht një ndalesë kulturore, por një destinacion i mirëfill të relaksi. Në këtë verë që sapo ka nisur, Butrinti mbetet një ftesë e hapur për ata që kërkojnë më shumë se plazhe, për ata që duan të prekin historinë me dorë, të ndjejnë natyrën me shpirt dhe të rigjejnë qetësinë në një prej perlave të vyera të Mesdheu.